Ore, që ka ndodhur me të dy? S'flisni? Në të dy? Pyet më Kristianën që ku e ke. Blerta ka harruar që s'është më shefe? Blerta të maj Benardin se do t'i dhe ai edhe... Pse tha që do ikte? Po bëm rotacion këtu, po iket ti thotë Desardi këtë herë tjetër rregull. Po jo mos i ikën thotë Desardi kot pa lidhje tash. Je më e mira te Golci me 11 vota. E kupton që bëhet votim për shoqërinë? O Kostja, unë mendoj që ti dhe unë vlerësohemi mjaftueshëm, se po ti të kesh dëgjuar UTF-ja Fatosit. Qa interes? Me ty e më mirë. Si që ishtë as me ty se kam. Me mu s'kan interes për shpirtin lojët. Mund t'jemo vetëm 2 javë. Vishe mu nga statike trishti. Mos vallë shoqëria e Alti dhe Florit të kanë nxjerrë 2 anësh dhe gjithë votojnë ty. Bën filmove! Nuk është një gjë e jashtëzakonshme që ka këtu, është pak a shumë gjëra që dihen, nuk ka asnjë surprizë. Dhe unë besoj që në fund të ditës, sa herë që shoh sondazhin, mendoj që njerëzit duhet të ngrenë ca pikë pyetje për ca gjëra, sepse në 90% e rasteve realisht janë të vërteta. Nga ana e programi që ka marrë numrin e votave më të mëdha ka qenë Andale Vlogs. Në vendin e dytë është Ometet. Pastaj është jam unë e treta të këto që pëlqeni juve. Po ju? Prit. Po si atë mos ilsori, prit. Do ta lëm të marr rrëfimin. Pastaj reality, Goc, Aldi Ema, pa manual, UTF, jo veç kullera, Andale Sports, kalimtar. Kurse programi mos ilsor, i cili shifet si program se si është ndërtuar. Në vend të parë është Vlogzi, në vend të dytë është pa manuali. Bravo Goca. Në vend të tretë pa mërzitur shumë Elisën, është Goc. Dhe Fatosi në vend të katër, pse? Jo veç kullera, Dalina nuk është as cilësor. Po normale se ju dili piri natë, nuk shifni i vuajti të njerëz në 4 orë. E Aldi Ema, o me 3, o me 8, edhe unë jam dakord që nga ana e gjithë ndërtimit nuk është shumë cilësor. Pa kontradiktore kështu si edhe i pëlqyeshme, po edhe ti jo shumë cilësore. Po sepse dhe unë jam e gjashta këtu, ato mund ta shohin, po nga cilësia. Po ti nëse nuk ka ndërtuar më mirë ty s'pëlqen më pa më vllas, ç'ide ka? Pëlqen ideja, po pëlqen. Aty mund t'jenë Flori, ti, Justin, që jeni shumë gallat, po do të ndërtu më bukur, kaq. Para se ta filloj, do doja të më thoni një emër se kush mendoni ju që është djali më i votuar. Për djalin jam midis Saltit dhe Fatosit. Mendoj që është Aldi. Unë mendoj se është Flori. Mendoj që është Desi. Edhe unë mendoj që është Aldi. Mendoj që është Fatosi. Mendoj që është Fatosi. Desi ose Aldi. Desi ose Aldi. Mendoj që është Fatosi. Edhe unë mendoj që është Fatosi. Dhe unë mendoj që jam unë. Mendoj që është Desi ose Aldi. Aldi ose Desi. Aldi ose Desi. Mendoj që është Fatosi. Interesante. Rendita e gjithë vilës përveç meje është Alti me 14 vota i pari. Se qartë nuk jeni ju 14. Diferenca midis vendit të dytë dhe të parë është me 10 veta, pra është diferencë e madhe. Dhe në vendin të dytë është Fatosi. Në vend të tretë është Flori me 3. Gjithë janë votuar nga stafi tjetër. Dhe Fatosi është të tjerë që nga njerëz të tjerë, se Desi pas ka vetëm 1 votë. Renditja pastaj është edhe në varësi. Desi ka vetëm 2 njerëz të cilët e kanë zgjedhur si të fundit, kurse i votuari më poshtë nga të gjithë është Benardi, që janë 11 veta që e kanë votuar të fundit. Kështu që automatikisht je me 1 vot pro, po me të tjerat nuk e dim kush është kjo proja. Jo, unë s'kam votuar Benardin për më të mirën, kam votuar ose Fatosin ose Altin, kështu që jam online. Super. Kush janë 2 më të votuarat? Mi jemi 2 emra. Kesiana ose Kristel? Kesiana dhe Kristën. Kesiana dhe Kristeli. Vazhdojmë. Blerta Megli.
Klea dhe Megli. E votuar shoqërisht siç votohet këtu, Kesiana ose Kristëlli? Unë s'kam shoqe. Okej. Kristëll Kesiana. Kristëll Blerta ose Kristëll Kesiana? Unë them Blerta dhe Kesiana. Kristëll Ema. Kristëll Kesiana. Kristëll ose Megli? Kesiana Kristëll. Të dyja pra. Kristëll Ema. Kristëll Kesiana. Unë mendoj unë dhe Megli ose unë dhe Blerta. Ti dukshëm mendon gabim. Dhe dukshëm nuk mendon gabim, as Kristëlli as Fatosi. Pirja! Sepse më të votuarit janë Kristëll dhe Megli. Vetëm me një ndryshim të vogël. Megli ka 7 vota, ti ke 7 vota, kështu që jeni ndar barabar, po ti je me Paterica. Që të thotë, ty vërtet të duan 7 veta, po 3 të kanë renditur të fundit për shkaqe të tjera të përkushtimit tënd në punë dhe arsye tjera që të kaloj më vonë. Ndërkohë, e treta në renditje është Blerta. Bravo! Atëherë, Kesiana ka më shumë numër votash pro, që ka 4, por ke 3 kundër. 3. Je në rregull. Pasi s'mora asnjë urim kur dola superstar. Se ma të janë shumë algoritëm i avancuar. Se unë mora kur dola. Unë mos më llogarit. Unë mora forcë. Atëherë, për të vijuar te Gjesiana që ka 3 armiq, Klea që ka 10 numër votash ka 6 armiq. Dhe e fundit është Artemisa e cila ka 10 armiq. Wow. E habitshme, le të surprizojmë. Sa e habitshme. Shiko, Artemisa, atëherë kalojmë. Ndryshim nga era kaluar ke shumë komente pozitive. Pjesa e kryeredaktorëve Laerti i e barazi me Fatosin. Melisa, unë të ftoj të jesh dhe pjesë seriati, po unë seriosisht bëri kamerat e këty se unë nuk e kuptoj. Unë jam i vetëm njëri që vazhdoj në çdo, në sa ishte akoma unë nuk e kuptoj se si ti mund të jesh poshtë. Por je lart grupit, jo veç kollera kur je pranë ti. E shpallim Melisën si armikën e përbetuar të vilës. Fakti që qeshën do më thënë që u duket qesharake. Fakti që u duket qesharake do më thënë që u duket sikur s'bën sens. Po se ka mundësi që s'bën sens kur janë të njëjtët njerëz që kanë votuar, kupton? Ato që s'ka votuar, ndoshta nuk e kam të kam parë si konfliktuale dhe konfliktualet për arsye të ndryshme nuk i kam me Se këtu nëse nuk je konfliktual nuk bën dot ndryshe. Mua më vjen shumë keq që në raste të tilla unë mendoj që Melisës i mungon mbështetja nga ato që vetë duhet të ngriheshin për Melisën për ta suportuar, që janë gocat e Gocit. Mendoj unë, nuk sepse e shoh që e marrin shumë për të mirëqen faktin që Melisa duhet të jetë aty gjithkohën, po ju nuk e bën. Gjë që mua më bën të mendoj, më lër një sekond, gjë që mua më bën të mendoj, ta marr fjalin. Gjë që mua më bën të mendoj që edhe ju e kishit mundësinë për të folur. Po, pra që do të lojmë. Ja për një sekond. Dhe ti tani po thoje i paskançar hallin Melisës për se lodhet për emisionin. Ta them pse, sepse mua më duk qarta si që të gjitha votat që ishin kundra Melisës ishin më shumë xhelozi ndaj Gocit dhe ndaj të pestave neve dhe ja keni rastur të gjitha Melisës, se sa më duk thjesht vota kundër Melisës sepse Melisa është jo profesionale. Kështu më duk mua. Nuk mendoj që kjo është për programin, për Gocin, sepse kemi pasur mundësinë, po do ishte rëndia për Gocin për programin veç. Nuk është se janë kush me Melisës të gjatë. Goci ishte në vendin e 3. Janë 15 njerëz që kanë që kur ka ardhur Melisa që bëjnë të muhabet. Dhe neve të katërta nuk kanë ndodhur asnjëherë të vetme që ne kemi të Dalina apo të Bora dhe të themi se po pra të themi që neve nuk na pëlqen Melisa. Unë me Gocët kam shumë dashuri profesionale, i dua shumë, për aq kohë sa bashkëpunimi jon funksionon shumë mirë. Për momentin mua aq më intereson. Nëse do merresha me mendimet personale që gjithë secili ka për mua përfshirë dhe Goca dhe kushdo tjetër, do ngelesha të fundit listës. Shumica këtu mendojnë që Melisa ja çon gati te goja Gocit edhe nuk është se vin në një ide vet ose me ndonjë punë vet. Ndërsa sa për pjesën e Kristullit, Kristulli ishte e para, Goci ishte i treti, nuk është se ka xhelozia as në Kristullit, mendoj dhe as në Gocit fare, kështu që unë e kuptova komplet ndryshe, unë e kuptova thjesht. Si kuptove ti? Unë e kuptova që nga që Melisa ka marrë jo veç kullerat, edhe rrin edhe në montazh, nuk e di me çfarë merret, dhe ka dhe Gocin ka marrë më shumë përsipër se ç'mund të bëj. Këtë kapa unë si vibe. Është komplet shoqnik. Po janë 30 veta. Është nga 15 veta këtu vlla. Kaj. Melisa. Kjo është kurri vetëm o Kristull, jo kurri vetëm ti me 20 veta. Atëherë, të kalojmë një çik tek triumfi i pjesës së cilësisë. Si star që
në shumë mënyra, domethënë ka pikë më të larta për performancën, për kontributin e emision, për disiplinën, për konsistencën dhe për bashkëpunimin. Do të doja që Flori të mendojë një çik dhe jo sot, por mund ta ndjekim këtë gjë, sepse Flori nga sondazhi i fundit para 6 muajve ke një rënje. Ti ke qenë i dyti mbas Fatosit apo i pari me Fatosin, keni qenë të dy që në mesatare pikësh, pra kishe pikë të përafërta, për bashkëpunim, disiplinë, konsistencë, kontribut dhe performancë të kamera. Ndërkohë që vazhdon Fatosi është i pari. Bravo Toxhi! Bravo Toxhi! Edhe fituesja tjetër e vajzave Crystalli është tek zona e kuqe për sa i përket në mesatare. Për çfarë ishte? Crystal. Bashkëpunim. Je në zonën e kuqe për kontributin e emision, je në zonën e kuqe për konsistencë, je në zonën e kuqe për disiplinë. Në zonën e kuqe për konsistencë dhe për kontributin e emision. Edhe për disiplinë. Për kontributin e emision dhe për konsistencë. Të prashim të fortë. Ka bravo flitë aty vështot më çetë pyetja. Ishim ne mbrapa. Më falni vetëm një gjë, mund ta sepse i thash Atit ishte haruar emri Xhesit edhe patjetër që Xhesi është kudo tek e bardha dhe zëse dalluar. Po desha me vazhdu çikun. Unë kuptoj këtë gjën se si un jam star i parë dhe pastaj për disiplinë, për kontribut, për konsistencë, për gjitha këto un jam në fund. Jo, nuk je në fund, je në kufirin midis të dalluarve. Nga fundi është Nuk e pranoj asnjërin nga këta që shumica këtu vinë në punë në orën 2, shumica nga 5 ditë punë vinë 3 ditë dhe të më flasin mua për disiplinë dhe për konsistencë dhe për kontribut në punë nuk e pranoj. Domethënë janë thjesht xheloza të hapur. O Lale, nuk rrotullohet bota rreth te, rrotullohet bota rreth me Xhas Peshkut. Dhe Xhas Peshkut tash do flasi, sepse në çdo lloj diskutimi që ka këtu te vila, Xhas Peshkut I thon, Xhaso, ti nuk bën me qesh, Xhaso ti je I fundit se ti nuk je për këtu, të ti s'di me fol, të ti je kështu ti ashtu. Justin ti je I fundit. E di, prandaj po flas. Dhe nuk jam I habitur që unë jam I fundit. Sepse nga sa veta kisha kundërën bën edhe 17 të tjerë, unë nuk mund të jem një tabel qitje që Xhasi s'kam interes. Te Desi ka lavilën Desi, okay, te Desi kam interes, ta maj mirë me Desi. Ishte komi, hajde më se ju njof, po për realisht ju njof, realisht nga që ju njof shumë, a kupton, realisht unë do flas. Por nuk habitem fare me votet e juaja, do doja shumë me votoni tek shumë mbas 6 muajsh, dhe unë do jem akoma me forcë se çam. Një pyetje shumë, kur ka qenë kontributi ju I fundit, në cilin emision dhe çfarë konkretisht? Ta sqaroj çfarë do të thoja. Të lutem, do marr vetëm ajo çfarë do të thoja. Është vetëm me pyetjen që ti bëre. Pyetja që ti bëre është shumë tendencioze dhe dasha keqe. Ti ke vlerësuar me vërtet, po më duket mua ti nuk mund të thuash gjithë. Ti nuk mund të thuash askujt këtu. Kur ka qenë era jote e fundit që ti ke kontribuar në emision sepse nuk je tia ishe gjithmonë. Jep mendimin tënd, por mos të ndërso askënd. Ky është sporti. Duhet ta shihni gjërat tuaja se çfarë komentesh. Kjo është komentet pozitive, kush më I vlefshëm, këto janë komente negative. Ky është Benardi, ky është Flori. Flori ka 23 komente pozitive, Benardi ka 3. Benardi ka kë faqe kritikash, Flori ka kaq. Fatosi ka 21 pikë. Është diferencë shumë e madhe mes Fatosit, Artemisës dhe Kostianit. Renditja është vazhdon të jetë e njëjtë. Si ka mundësi? Kjo është e njëjtë. Edhe pse janë rritur ato komente pozitive, renditja është e njëjtë. Fatosi ka një diferencë shumë të madhe me ju të dy. Pa manuali. Okej, goca nuk kanë një diferencë shumë nga njëra tjetra, kryeson Blerta me 10, pastaj Megli dhe Gjesi kanë 8. Po jeni ndoshta me më pak diferencë nga të gjitha. Nuk e shohët njëri si program. Ishte se keni komentues të myzeqies. Kemi tani Gocit. Dhe Goci hyn tek programet që kanë diferencë të madhe. Vazhdon kryeson Crystalli e para me 11 vota. E dyta është Kesiana me 9, dhe pastaj ka një diferencë me Emën me 4 dhe me Klean me 2 që është e fundit e Goci. Ema që është një kritik që ndodh her pas here Ema me ty që humbe ndonjëherë për arsye që ajo I ka kuptuar, ai mund të bëjmë më shumë thon. Mund të bësh më shumë. Ka humor, është e qeshur, është kokra yllit, nuk e di thot, por mund të bëjmë më shumë. Okej, do e përmtoj që të bëjmë më shumë.
Jo veç kullerat. Atëherë e dalova jo më kohë dhe lash veç kullera në fund. Sepse jo veç kullera është programi i kotuar më poshtë dhe është programi që ka më shumë kritika, është programi i cili ka pikpyetje më të mëdha, të cilin unë do ta vendos në javën e tjetër se kush do jetë autori përfundimtar. Është pa autor, është komplet, domethënë të gjithë janë të pakënaqur me jo veç kullera. Gjithsesi, ka një diferencë shumë të madhe të një njeriu me gjithë të tjerët në jo veç kullera. Mendojnë se është njeriu, si thua, më i vlefshëm në atë format dhe është Blerta. Që ka 8 pikë. Është dhe Flori me Blerta. Flori Gjithë e votojnë më pak që për shembull nëse hiqet Flori, futet Fatosi, për marr shembull, kupto? Po që të heqin Benardin dhe të fusin veten më zemra se nuk diskutojnë. Ja, nuk Dhe është inati kaq. Nuk mendoj që duan të Atëherë Benard, ndonjëherë duke parë nga ekrani të jep përshtypjen që nuk është i përgatitur për pyetje që do i drejtoj. Ai nuk kontribon në përgjithësi në asnjë gjë të thënë të drejtën. Ndoshta shkon dhe merr të ftuarin me makinë. Pyesni Melisën për kontribut. Se di ai quhet kontribut për Ja, ku është whatever. Melisa. Nuk përfshihet në përgatitje, duket sikur nuk përpiqet mjaftueshëm. Tek me 3, atëherë Kingi jo me 3, se thotu Kingi, është Aldi. I dyti, edhe pse ka një diferencë të madhe me 10 vota, është Desi. Ndërkohë që me 3, shqiptimi të qartë ka filluar me Justinin dhe Benardin, me Justinin edhe me Florin, por Desi është i dyti. Ndërkohë që Flori për ty kritika është që ti në terren nuk e ke potencialin siç e ke në vende tjera në studi. Nuk është për terren, i ngel hatri për gjithçka. Still doesn't përpiqet të ri. Nuk ja. Si mund bësh komente personale? Është në hijen e Aldit, nuk arrin potencialin më të madh sepse Aldi stands out. Pra kjo është ajo që më ka bërë përshtypje. Ka diçka, po shoh të shumë time që ka ndryshuar ndjenja ime, po ka ndryshuar te aspektet personale, nuk bashkëpunon. Unë vazhdoj të kem 3 emisione dhe një që kam filluar vet. Ku nuk bashkëpunoj unë? Me kë nuk bashkëpunoj? Me veten time. Nuk duhet votoj më për jo bashkëpunim. Në terren ke bërë një blog që na ka dalë shumë mirë. Jam hijen e Aldit, unë nga karakterin tim, Aldit vetin. Unë nuk dua të jem Aldi, dua të jem Flori. Aldi është Aldi, unë jam Flori. Kombinimi i karaktereve bën më të bukur me 13. Një nga njerëzit që e ka thënë këtë jam unë, që unë mendoj që Flori ka potencial maksimal në studio, është një nga njerëzit më të përgatitur, madje kur Flori ka ardhur në fillim në Andale, Dalina me Adin e di shumë mirë që ne kemi qenë shumë optimistë sepse Flori ka qenë më i përgatitur nga ne të gjithë. Aldi stands out, komplet dhe Aldit bravo i qoftë, është më konsistenti, më i mirë në terren për mua që deri tani nga ju që jeni këtu nuk e ka konkurruar dot njeri, për mendimin tim. Desi është i dyti pas Aldit që unë mendoj që ka shumë potencial, ka batutën e tjerë, po pse kam thënë këtë për Florin është se dukshëm 2-3 muajt e fundit sidomos në verë, unë mendoj që Flori ka rënë totalisht në hijen e Aldit. Tek pjesa kush është më miri te Oma 13 kanë votuar Aldin. Me qenë realisht mendoj që Aldi është më miri në terren, më mirë nga unë. Por unë nuk mendoj që kam nevojë të kapem te dikush për të arritur diçka. Unë jam një karakter tjetër nga Aldi. Aldi është karakter tjetër nga unë. Ai ka më shumë batuta, unë kam sa veprime të tjera që Aldi nuk i ka. Por afrimi jot me Aldin ka bërë që dalësh ti në jetë, dali Aldi sipër. Ne me Florin kena pas marrëdhënie diplomatike që në fillim nuk është se kena pas ndaj farë shoqënie të madhe, thjesht ishim respekt për njëri tjetrin. Por nga rrethanat që erdhën kohët e fundit në vile dhe me shumë debate me njerëz, ne dhe na ka përputh ajo shpirti revolti si të dyve që ka kriju me pas shoqëni. Unë ndiem shumë mirë me Florin. Pa fatos. Ja, ky lloj bashkëpunimi që kanë këta të dy është bashkëpunim gold. Sepse duhet të kesh shumë besim në vete që ta lësh atë në çmendurinë e vet, edhe ai të rri në llojin e vet. Dhe kur janë Desi në kaq pak kohë ka arritur të stand out te Ome 3 Ome 8 dhe tek gjërat që bënte edhe tek Tinderi, që ka bërë të paktën në syrin tim, sepse Desi ka batutën dhe Aldi ka një karakter që duke qenë se është më i miri dhe he knows dhe he owns it, ka frikë profesionalisht që dikush tjetër të stand out njësoj si Aldi. Absolutisht nuk është e vërtetë sepse unë kam qenë ndër parë, do të them kam qenë parë që i kam thënë Dalinës merr dhe Desin. Desi ka potencial dhe din kam luftu. Pyetje kështu. Nuk ma shpyt fare, mu nuk ma pyet fare dhe s'kam se luftoj për kërkan. Unë e para, e vetmja arsye që Desi ka ardhur me 13, bile mund ta vërtetoj dhe Dalina që kam thënë zyri kam thënë, mos ba audicione kot,
ke desin, hajde merre desin. Si ke mu xhelozi, kur unë i kam thënë merre desin. Po pse je ti gjithmonë luftoj për kërkan, flak, luftoj për pse ka qenë gjithmonë fjalia që shoqëron që jemi shumë njerëz, mjafton kaq. Sepse ti se ke gjuhën këtë gjë dhe kur e ke thënë këtë gjë kam dëgjuar shumë herë. Se e ke thënë mjafton shumë herë. Çfarë gjuhë me kështu? Se unë kam thënë, jena shumë njerëz me xhiru. Mos vall rrethana dhe afrimiteti që ti afruar me Florën banemin Fatosë Desi. Qa Fatosë Desi nuk e kam fare problem. Tek Obeti me 3 në fakt ose në diçka tjetër që Fatosi nëse kuotohet gjithandej on top, këtu është i vetmi vend ku njerëzit nuk janë dakord që ti jesh pjesë. Nuk e ndjen, nuk është fusha jote, s'bën për ty, nuk e ke primaren. Edhe duar tërkitje që për karakterin shumë të fortë të Fatosit që vazhdon shumë edhe Albi. Që do thoja që te 3-8 më kishte vendosur të fundit, më gjeni një episod të 3-8-s që një moment i imi nuk është bërë viral. Jeshi, ka mor burr, Duhet me të herë. Jo, kaq. Andale!